Do postoj vetëm këtë video për t'ju treguar se si arrita nga një punë ku paguesha 8.000 lekë për gjithë ditën në një punë e cila më lejoi që të krijoja milionin tim të parë. Nuk e di sa i gjatë do të jetë video, por më ndiqni. Gjëja e parë që unë bëra ishte pikërisht të ndryshoja mendsinë time. Të ndryshoja mendsinë time fikse dhe të krijoja një mendsi e cila të më lejonte mua që të rritesha. Dhe mendësia fikse me çfarë kishte të bënte në këtë rast? Kishte të bënte pikërisht me faktin që duke patur një punë, unë do të ndjehesha e sigurt, do të merrja rrogën në fund të muajit dhe çdo gjë do të ishte okay për mua. Por kjo të lejon që ti të vendosësh një dysheme dhe një tavan. Pra ke dyshemen se sa është pagesa jote mujore që ti mund të lejosh që të kesh, pra minimalja, dhe më e larta tavani është se deri ku ti mund t'i lejosh vetes që të shkosh, deri ku lejon psikologjia jote, deri ku lejon që ti të paguash me anë të punës që ti po bën. Por kjo nuk të bën asgjë tjetër përveç se të fut ty brenda një kutie, e cila nuk të lejon ty që të rritesh. Kështu që gjëja e parë ishte ndryshimi i mendësisë, edhe të kuptuarit që përderisa në botë ka kaq shumë njerëz të cilët bëjnë para, pse mos t'i bëj dhe unë. Kjo e di që duket si klishe, sepse që të gjitha mendojnë, por puna është se si ta bëjmë. Dhe gjëja e dytë që unë zbulova që duhet bërë ishte të shikoja trendet e ekonomisë. Çfarë shikoja unë që funksiononte, dhe nga gjërat më të thjeshta që unë vura re ishin pikërisht rrjetet sociale, dhe ju e dini shumë mirë këtë gjë sepse sa njerëz ka që ju shikoni që bëjnë pushime, dalin, punojnë me laptopët e tyre, pra duket sikur bëjnë atë jetën perfekte. Dhe mua kjo gjë më tërhoqi dhe u largova drejt asaj mendësisë fikse, duke parë dhe duke thënë që okay, po përderisa këta e bëjnë, duhet shoh ka diçka këtu brenda, sepse nuk është thjesht një mirazh, këta njerëz jetojnë, këta njerëz dalin. Dhe u futa për të parë dhe për të kuptuar më tej se çfarë ndodhte. Dhe aty kuptova që një nga aftësitë kryesore që unë do duhet të zhvilloja ishte pikërisht aftësia për të shitur, aftësia për të marketuar, aftësia për të patur çfarëdo lloj produkti dhe për të pasur aftësinë për ta marketuar atë produkt. Dhe më pas u hasa me vështirësitë e para kur fillova duke punuar në social media, dhe sigurisht që nga vështirësitë e para ishin refuzimet. Pra, njerëz të cilët do të refuzojnë. Nga 10 klientë të cilët unë mund të takoja dhe i trokisja der më der në bizneset e tyre fizike apo duke ju dërguar emaile, do më refuzonin. Dhe kjo është e padiskutueshme, por të paktën njëri nga ata do të thoshte po. Dhe ajo që unë i mësova vetes, i mësova që mos të kem frikë nga refuzimet. Kur dikush më refuzon, mos të kem frikë të vazhdoj më tej, sepse do të jem pikërisht këto refuzime që do më çojnë mua tek klienti im potencial, që unë do ta faturoja 500 apo 600 apo 800 euro në atë periudhë. Dhe çdo